shoqata së bashku me Partinë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet janë të vetmet subjekte që mund ta çojnë përpara çështjen Çame. Mbi bazën e kësaj them se vetëm duke qenë të bashkuar dhe duke qenë pjesë e këtij procesi mund të marrim në dorë fatet tona, fatet e komunitetit Çam. Jo vetëm për amanetin e të parëve tanë, që janë pronat, shtëpitë tona dhe kthimin në vatrat tona, por një përgjegjësi shumë e madhe është edhe për komunitetin dhe hallet problemet që ne jetojmë këtu. Për Çamëri, për liri dhe për vatan, të parët tanë nuk janë kursyer asnjëherë, as jetën në asgjë që kanë dhe kur nuk kanë patur ndihmë. Çdo gjë mund të bëj Çami, por Çami nuk ngrihet kundër Shqipërisë dhe kundër Çamërisë bëhet me Grekun. Të kishin gjetur një emër tjetër mase do na gënjeni. Nuk na gënjen. Raca mbretërore, piro se pirit, piro burrit, lerë në ledhe dhe fesprot, puro Çam. Gumelit qot nuk shuhet dhe nuk thyet. Këtë radhë shoqata Çamëria si një fildanishte e mirë dhe një mbështetëse e Partisë Çame do të ketë rezultate të mira. Unë bindjen time e mbështes për Fierin që do fitoj. Besoj se komuniteti Çam, shoqata e Partia Çame në Fier, më datën 25 prill, do t'i dhuroj Çamërisë si një buqet me lule, një deputet. Shqiptarët e Çamërisë kanë treguar veten që janë njerëz punëtor, janë njerëz që i kanë dalë vetë për zot shtëpisë tyre, por padyshim që nuk mund pranojmë dot atë që pashallarët e kuq kanë bërë me Çamërinë, që në vitin 44, në vitin 60, e tani e mbrapa, që thonë që atë Çamin po në fund. Atë Çamin po në fund të listës. Atë Çamin po e duan për vota, po Çamërinë nuk e duan. Sigurisht që nuk ka shqiptar që mos sot të ndihet i thyer dhe i ndinjuar kur dikush mendon që mund ta heqi emrin e Çamërisë edhe nga librat dhe tekstet shkollore të historisë, sepse kërkon para greke. Dhe kërkon që ta barazojë me termin vorjo e pirë. Pra të na heqë identitetin jo ne thjesht dhe vetëm si komunitet, por të këpus një krah të identitetit kombëtar shqiptar. Ne jemi jo vetëm për veten tonë, por tani na ka rënë radha që të mbrojmë edhe Shqipërinë përveç Çamërisë. Ta mbrojmë Shqipërinë nga një strategji që ka filluar që në vitin 1913 me Çamërinë, po vazhdon sot me Shqipërinë. Një strategji e cila në mënyrë të çuditshme përkrahet, heshtet nga idiotët e dobishëm të Athinës në Shqipëri, që fatkeqësisht i kemi kryer. Nuk ka shqiptar që sot dihet i ndinjuar se si greku më i mirë, kryeministri i Shqipërisë shkon 2 herë në Greqi dhe nuk kujtohet dhe nuk përmend më heqjen e ligjit luftës. Si është e mundur që Greqia mas 87 vjetësh dhe pikërisht sot, kur kemi një kryeministër të tillë, i zgjeron uret e veta territoriale nga 6 deri në 12 milje, dhe ne jo vetëm që nuk e kundërshtojmë, po bëjmë avokatin e Greqisë. Pse qeveria shqiptare heshtin përpara ligjit luftës? Pse heshtin përpara çështjes Çame, që nëse nuk e dinë e kanë detyrim ligjor, e kanë detyrim kombëtar?